Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha vijoi turin e bashkëbisedimit me të rinjtë e Fierit. Basha ka shprehur shqetësim për situatën ekonomike që po kalon vendi. Niveli i papunësisë u shpreh Basha tek të rinjtë ka arritur rreth 40% dhe shumica e familjeve shqiptare nuk mbyllin dot fundin e muajit. Ne ju dham rrugëzgjidhjet tona, rrugëzgjidhjet e hallëve tuaja, sepse hallët tuaja janë prioriteti ynë dhe ata i votuan kundër. I quan propozimin hiq të vëshën për miellin, për orizin, për sheqerin, për vajin, e votuan kundër. Ulet çmimin e energjisë me 14% të vëshës, siç premtove në fushat. Votoja amendamentin, votuan kundër. Ulet çmimin e naftës, e votuan kundër. Për ta prioritet nuk është punësimi, nuk është varfria. Basha premtoi se projekti i Partisë Demokratike parashikon 9% taksë të sheshtë sepse me këtë taksë qytetarët do të paguajnë më pak dhe do të kursejnë më shumë. Uljen e taksës në nivelin më të ulët në Ballkan. 9% taksë sheshtë për të gjithë, pa përjashtim. Dhe i them sot kryeministrit, oje gënjeshtar ose ke mbetur matematik. 450.000 lek rrog, 300.000 janë pa taksa, ashtu e kemi bërë ne. Ato 150.000 që taksohen, po taksohen me sistemin e Edi Ramës, Ilir Metës e Koço Kokdhimës, sot janë 13%, paguajnë 1.950 lek. Po taksohen me sistemin që propozojmë dhe do të jetësojmë ne me votën e bashkuar shqiptarëve djathtë 8 majit 9%, paguajnë 1.350 lek. Nga ana tjetër, kandidati për kryetari i Bashkisë së Fierit Engeleda Libej, duke u përgjigjur interesit të rinjve për parkingjet me pagesë, ka theksuar se vendimi i parë i tij si kryetar bashkie do të jetë anullimi i tij.